Ndryshimet e reja në kodin rrugor janë vetëm çështje kohe. Diskutimet në Komisionin Parlamentar të Ligjeve kanë evidentuar nevojën që ka sot policia shqiptare për të rritur masat dhe sanksionet për shkelcit e rregullave të qarkullimit. Katërfishimi i gjobave për kudo që ngjet i dehur makinën, shkel semaforin apo nuk vendos rripin e sigurimit dhe kaskën mbrojtëse. Këto ndryshime që pritet të pësojë kodi rrugor do të përcaktohet deri ndjekja penale për ata që kryejnë aksidente të rënda. Sipas amendimeve, gjoba për mosvendosjen e rripit të sigurimit do të ndryshojë nga 10 në 40.000, për kalimin e semaforit me të kuqe nga 2.000 në 80.000, për te kalimin e limitit të shpejtësisë nga 2.000 në 80.000 dhe për drejtimin e automjetit në gjendje të dehur nga 10.000 në 80.000. Shkëlzen Alia, drejtori i sigurisë rrugore, teksa argumentoi në Komisionin Parlamentar të Ligjeve nevojën për amendimin e kodit rrugor, thotë se këto masa të marra në konsultim me specialistët ndërkombëtar pritet të përmirësojnë situatën e qarkullim. Për sa i përket diapazonit të gjobës, po në kodin rrugor në 193 thuhet. Në përcaktimin e masës së dënimit me gjobë, merret parasysh se çfarë bën shkelci për të menjanuar shkelin, gjendja ekonomike e tij dhe personaliteti. Nikosisht nuk penalizohet me të njëjtën vlerë gjobe një kundërvajtës që është precedent në trafik si një kundërvajtës që ka për herë të parë. Kemi një vështirësi, prandaj kemi sjellë edhe këtë nen për ta ndryshuar. Kemi një vështirësi kur fëmia i merr prindit tjetër. Dhe është shumë e vështirë që ta ligjërosh këtë marrëveshje ose këtë marrëdhënie. Në të gjitha rastet prindrit paraqiten në organet e policisë dhe thonë që mjetin ma ka marrë pa dinin time. Dhe që ngjelet vetëm penaliteti i gjobës. Pra nuk ke mundësinë e tërheqjes së lejes së drejtimit dhënësit të mjetit. Deputetë e opozitës kërkuan të dinë se pse është vendosur 4 fishim i gjobës dhe jo një tjetër mas për çdo person që shkel rregullat. Ministri i Transporteve Sokol Oldashi argumentoi se një masë e tillë nuk do të ketë impakt social, pasi statistikat tregojnë se nuk janë shtresat e varfra ato që shkelin më tepër rregullat e qarkullimit. Shumica aksidenteve nuk na vijnë nga shtresat e varfra që kanë makina 20 apo 25 vjeçare. Shumica dërmuese e aksidenteve na vijnë nga shtresat e mesme dhe të mirëqenia të shoqërisë, që kanë dhe makina luksoze, që ecin dhe më shpejt, dhe që krijojnë telashe të përhershme me qarkullim. Pra, nuk po i biem qaf shtresave të varfra, mos i ngatrojmë me këtë punë se nuk na kanë faje ke siguria rrugore, na kanë kryesisht shtresat e mirëqenia, çështjen e tejkalimit të shpejtësisë. Ministri Oldashi kërkoi që ndërhyrje të tilla në kodet shqiptare të shikohen si ligje që ndikojnë në përmirësimin e situatave që krijohen dhe jo si ligje politike, të cilat shpesh mbahen peng nga një palë politike. Komisioni i Sigurisë do të vijojë diskutimet edhe të mërkurën për ndryshimin në kodin rrugor dhe pritet që amendimet të marrin dhe votën e opozitës.